Një situatë e tensionuar po zhvillohet brenda mureve të burgut ku ndodhet I izoluar Elvis Shkambi, autori I ngjarjes së rëndë që tronditi opinionin publik disa ditë më parë. Burime të sigurta bëjnë me dije se Shkambi nuk po tregohet as pak I qetë në qelinë e tij dhe po përpiqet në çdo mënyrë të gjejë mundësinë për t'u larguar. Sjellja e tij e pasigurt dhe shpërthimet e shpeshta të nervozizmit kanë shqetësuar edhe autoritetet e institucionit, të cilat janë detyruar të shtojnë masat e sigurisë rreth tij. Sipas të njëjtave burime, Elvis Shkambi ka shfaqur shenja të forta agresiviteti dhe gjatë bisedave me disa të burgosur të tjerë, ka lënë të kuptohet se nuk e konsideron çështjen e mbyllur. Ai thuhet se ka deklaruar se drejtësia e vërtet ende nuk është bërë dhe se do të marrë hak përsëri për padrejtësitë që pretendon se janë bërë. Këto deklarata kanë bërë që drejtoria e burgut të kërkojë mbikëqyrje të veçantë për të parandaluar çdo tentativë të mundshme për aratisje apo akte të tjera dhune. Burime brenda institucioneve të sigurisë bëjnë me dije se Shkambi ka tentuar të manipulojë punonjësit dhe të krijojë lidhje me disa persona jashtë burgut, duke përdorur komunikime të fshehta përmes kanaleve jo zyrtare. Kjo ka ngritur alarmin tek drejtuesit e sistemit penitenciar, të cilët po hetojnë nëse ai ka marrë ndihmë nga rjeti I tij jashtë për një plan të mundshëm aratisjeje. Ndërkohë, prokuroria ka urdhëruar një hetim të thelluar mbi qëndrimin e tij, duke I kërkuar vlerësim psikologjik dhe monitorim të përhershëm të lëvizjeve brenda qelisë. Në të njëjtën kohë, familjarët e viktimës janë shprehur të shqetësuar për deklaratat e Shkambit, duke I kërkuar institucioneve të drejtësisë të mos lejojnë që ky person të dalë më kurrë në liri. Ngjarja e fundit e ka rikthyer në qendër të vëmendjes opinionin publik dhe ka rihapur debatin për sigurinë brenda burgjeve në vend. Fakti që një I dënuar për një krim të rënd ende shfaq shenja hakmarrje dhe agresiviteti tregon nevojën për masa më të rrepta kontrolli dhe monitorimi për të shmangur përsëritjen e tragjedive të ngjashme në të ardhmen.